Kryeministri i Greqisë Kyriakos Mitsotakis paralajmëroi për pasoja të rënda ekonomike nëse përshkallëzohet konflikti në Iran gjatë një diskutimi me presidentin e Këshillit Evropian Antonio Costa në kuadër të forumit ekonomik të Delfit. Ai theksoi se një bllokim i zgjatur i ngushticës së Hormuzit mund të shkaktojë ndërprerje serioze në furnizimin global me naftë dhe produkte energjetike, duke çuar në rritjen e çmimeve, mungesë plerash kimike, rritje inflacioni dhe ngadalësim ekonomik në Europë. Po përballemi potencialisht me një krizë shumë serioze. Asnjë vend evropian nuk është i imunizuar, u shpreh Mitsotakis. Kryeministri grek theksoi se prioritet kryesor është arritja e një armpushimi të qëndrueshëm dhe mbajtja e hapur e rrugëve detare, duke theksuar rëndësinë e lirisë së lundrimit për ekonominë globale dhe veçanërisht për vendet me flotë të madhe detare si Greqia. Ai gjithashtu bëri thirrje që Bashkimi Evropian të tregojë më shumë pragmatizëm në politikën energjetike, duke theksuar nevojën për një plan B në rast përshkallëzimit të krizës. Sipas tij, Europa duhet të balancojë objektivat klimatik me sigurinë energjetike dhe konkurrueshmërinë industriale, duke mos përjashtuar as energjinë bërthamore si pjesë e zgjidhjes. Mitsotakis kritikoi mungesën e një tregu të unifikuar energjetik në Europë, duke theksuar se vendet nuk ndajnë energjinë e lirë me njëri tjetrin dhe kjo pengon stabilitetin. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e sigurimit të furnizimit nga partnerë të besueshëm dhe përmendi investimet e Greqisë në gaz të lëngshëm kryesisht nga Shtetet e Bashkuara, si dhe rolin e saj si nyje energjetike në rajon. Duke folur për rolin e Bashkimit Evropian në konfliktet ndërkombëtare, Mitsotakis theksoi se Europa duhet të jetë më aktive, por edhe realiste për kufijtë e saj. Ai përmendi mbështetjen për vende si Libani dhe rëndësinë e stabilitetit në lindjen e mesme, si dhe nevojën për të luajtur rol në sigurinë detare, duke kujtuar edhe operacionin në detin e Kuq. Gjithashtu ai pranoi se angazhimi evropian nuk ka qenë gjithmonë i mjaftueshëm. Në lidhje me luftën në Ukrainë, Mitsotakis theksoi se Greqia do të vazhdojë mbështetjen duke konsideruar mbrojtjen e integritetit territorial si parim themelor. Ai kërkoi gjithashtu rritje të shpenzimeve për mbrojtjen e Europë dhe zhvillimin e industrisë ushtarake vendase, duke paralajmëruar se kontinenti nuk mund të mbështetet vetëm në sisteme të shtrenjta përballë kërcënimeve të reja, siç janë dronët. Kryeministri grek vuri në dukje se marrëdhëniet transatlantike mbeten thelbësore, por duhet të bëhet një balancim me Europën që ndërmerr më shumë përgjegjësi në mbrojtje dhe ekonomi. Ai paralajmëroi gjithashtu për konkurrencë nga Kina, duke e cilësuar atë si një superfuqi eksporti që kërcënon industrinë europiane. Mitsotakis konfirmoi se Greqia po planifikon shpimin e parë për gaz natyror pas më shumë se 40 vitesh në bashkëpunim me ExxonMobil dhe kompani vendase. Ai theksoi gjithashtu rëndësinë e shfrytëzimit të burimeve të rralla dhe materialeve kritike në Europë, duke kërkuar një qasje më pak ideologjike dhe më pragmatike ndaj zhvillimit ekonomik dhe energjetik.